Shpenzimet ushtarake globale kanë vijuar të rriten për të 11 vit radhazi, duke arritur një rekord prej 2.8887 trilion dollarësh në vitin 2025, sipas SIPRI. Kjo rritje reflekton tensionet dhe konfliktet e vazhdueshme në botë, përfshirë luftrat në Ukrainë, Gaza dhe rajone të tjera. Europa ka kontribuar ndjeshëm në këtë rritje, me një shtim prej 14% të buxheteve të mbrojtjes, të nxitur kryesisht nga frika ndaj kërcënimeve të Rusisë pas pushtimit të Ukrainës në 2022. Vende si Gjermania kanë rritur ndjeshëm shpenzimet, duke kaluar pragun prej 2% të PBB-s për mbrojtjen, ndërsa edhe Spanja, Polonia dhe Italia kanë ndjekur të njëjtën linjë. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara mbeten shpenzuesi më i madh global, megjithëse në 2025 pati një ulje të përkohshme për shkak të mungesës së ndihmës së re për Ukrainën. Megjithatë, kjo pritet të ndryshojë sërish me rritjen e tensioneve globale. Kina vazhdon zgjerimin e kapaciteteve ushtarake, duke ruajtur vendin e dytë dhe duke nxitur garë armatimesh në Azi. Rritja e përgjithshme e shpenzimeve ushtarake ka çuar barrën globale në rreth 2.5% të PBB-s, duke sinjalizuar se gjithnjë e më shumë burime po devijohen nga sektorë si arsimi dhe shërbimet sociale drejt mbrojtjes. Ekspertët paralajmërojnë se kjo garë armatimesh mund të rrisë pasigurinë dhe rrezikun e konflikteve, duke pasur pasoja të gjera për shoqëritë dhe ekonomitë në mbar botën.